Përshëndetje, mirë se ju gjeti gjithve. Studia jonë, si që shikoni, sot ka disa elementë të veçantë, janë disa veshje popullore, të cilat në fakt në flasin ose në parathon për një ngjarje shumë të bukur të kulturës edhe të artizanëve që ka ndodhur e zhvilluar në datën 6 qershor pikërisht në Kruj. Është quajtur Kruja Kult, edhe emri faktikisht është shumë simpatik i gjetur, pikërisht një festival i zejeve dhe artizanatit krutan, i trashëguar ndër vite dhe që vjen me punime dhe veshje të jashtëzakonshme, të punuara me dorë, të traditës sonë, veshje të mrekullueshme. Në fakt ka qenë një aktivitet shumë i veçantë, në cilin ne kemi qenë prezent, e kemi ndjekur me kamerën tonë dhe sigurisht do të flasim sot në program. Por edhe për ta treguar çfarë kemi sot në studio, mbi të gjitha ne do të presim organizatoren e Kruja Kult që vjen në studion tonë. Ajo është artizane edhe vetë në profesion, Kumrie Berushi, e presim. Zonja Kumrie, mirë se erdha. Faleminderit që jeni këtu me mua sot, kënaqësi e veçantë që ju kam. Dhe më pëlqen shumë edhe jeleku që keni zgjedhur ju të vishni sot. Shumë faleminderit. Faleminderit që jeni sot këtu me ne. Që punën tonë do ta vishim pak. Faleminderit për këto gjëra të bukura që keni sjellë këtu, do t'i komentojmë pas pak. Dhe urime shumë për organizimin e Kruja Kult. Një ide shumë e bukur. Faleminderit, shumë faleminderit. Përshëndes edhe Ministrinë e Kulturës dhe Sporteve, që ma dha këtë mundësi, është radha e tretë, po këtë radhë jam i çik më e plotësuar me këtë aktivitet. Ke qenë më e mbështetur këtë vit. Po, më e mbështetur edhe unë e bona më cilësor. Më vjen mirë, shumë mirë. Ja do na tregosh tani për të gjithat, falenderoj që je këtu zonja Kumrie. Dhe ulemi edhe këtu në tavolinë kemi disa aksesorë të bukur që vinë sërish nga pasuria e madhe e jashtëzakonshme që ne kemi të artizanit tonë, të punëve të dorës dhe të punimeve tradicionale. Mirë, le ta nisim menjëherë me aktivitetin, sepse dua që edhe teleshikuesit të kuptojnë se për çfarë po flasim. Është zhvilluar në sheshin Tanushtopia, pranë kalas së Krujës, dhe imagjino, aty është një vend i jashtëzakonshëm, ashtu që bukur në fakt si zonë, kështu që besoj që gjithçka aty ka shkëlqyer. Edhe ideja e organizimit të një aktiviteti të kësaj natyre. Le të ndjekim materialin dhe kthehemi në studio. Një festival ku u shpalos më bukur se kur kultura, tradita dhe arti i Krujës. Kruja Kult u mbajt më 6 qershor në sheshin Tanushtopia, pranë kalas së Krujës, ku u zhvillua festivali i veçantë i zejeve dhe kulturës krutane, një ngjarje që bëri bashk artin, traditën dhe identitetin kulturor shqiptar. Atmosfera festive u gjallërua nga muzika dhe vallet tradicionale, sfilatat me kostume popullore dhe ekspozimi i zejeve e punimeve artizanale, duke kthyer Krujën në një skenë të gjallë të trashëgiminisë son kombëtare. Organizatori e këtij eventi, Kumrie Berushi, prej më shumë se 80 vitesh punon me përkushtim për promovimin e kulturës dhe zejeve shqiptare, duke kthyer Krujën në një pikë referimi për artin dhe trashëgiminë kombëtare. Besoj që shkojnë mirë. Kishte shumë audiencë, larmi ngjyrash nga gjithë krahinat, arbreshet, Kosovë, Çamërie, nga gjithë përfshirëse në Shqipëri. Artistë, artizanë dhe dashamirës së kulturës u bën pjesë e kësaj feste, e cila përcolli vlerat dhe bukuritë e traditës shqiptare tek të gjithë brezat. Pjesë më e madhe e aktiviteteve kulturore është e përgatitur goxha përpara, sepse unë jam drejtori i arsimit kulturës në Bashkinë e Krujës, po duke qenë se jam dhe vetë muzikant, jam në një farë mënyrë i përgatitur për çdo lloj aktiviteti, ndërkohë moshat janë nga 6 vjeç deri në 75 vjeç, grupi i pleqjve të Krujës. Ky është një aktivitet që është për herë së parë në Krujë, por që në këtë shesh, në sheshin Tanushtopia, ne bëjmë her pas herë aktivitete të tilla ku përfshijmë panajirin, kostumografin, instrumentet muzikore dhe jemi gjithçka të gatshëm. Shumë e arrir. Puna më kryesore ishte larmia e kostumeve, se koncertet tona janë të vazhdueshme me kostume të ndryshme. Kjo e sotmja ishte një risi me larmi kostumesh. Plus pastaj që dhe çdo kërcim, çdo valle ju përshtat kostumeve që ishin të gatshme dhe të veshura nga fëmijët. Mirënjohje e veçantë ju shpreh pleqjve të Krujës si ruajtës të çmuar të traditave tona.
Është emocion shumë i bukur sepse njerëzit gjithmonë e duan gjën e bukur, e duan atmosferën. Sot fatmirësisht nuk ishte vetëm shqiptar, ishën edhe shumë pjesëmarrës të huaj, sepse ka nisur sezonin turistik le të themi i verës. Kisha shumë emocione, por u kënaqja. Kam 8 vite që kërcej. Unë jam 12 vjeçë dhe më pëlqen shumë kërcej. Kruja Kult dëshmoi edhe një herë se tradita shqiptare vazhdon të jetojë, të frymëzojë dhe të bashkojë komunitetin përmes vlerave që na identifikojnë si kom. Ky ishte materiali, sa atmosferë e bukur në Kruj, si që ka hi e Krujës, apo jo? Ju zënë e Kumri, keni 3 vite që organizoni një aktivitet të tillë. Unë është radha e tretë me diferent, dhe me thonë. Që do të thotë? Me vite të shkputura. Okej, nuk kanë qenë të një pas njëshme. Nuk kanë qenë të pas njëshme. Radhës e pare bëra në Malë, në Sari Saltik. Sa bukur. Pastaj e bëra po në Kalane Krujës. Pa na i organizim kështu të rregullt, kurse këtë radhë ishte më i plotësuar. Këtë herë ishte më i plotësuar në kuadrin artistik? Nga gjitha anë, në kuadrin artistik. Vinte nga mosha 6 vjeç pra deri në 75 vjeç edhe pleqtë e Krujës, dhe me thonë, i kam veshur unë. Larmi kostumesh, me ngjyra, dhe me thonë, e lami qikat, jo krejt citionin e Shqipërisë mesme, e kishim veshur. Po këto tjerat, dhe me thonë, janë edhe më të leta, më të thjeshta, se tani është dhe vapë. Vishen më kollaj. Dhe ishte kënaqësi shumë e madhe, kur i shikojshe fëmijë që gëzojshin aq shumë e prindit. Bukur. Dhe thonë, ishte diçka shumë e bukur. Po edhe vendodhja, ishte ide shumë e bukur pozicioni, dhe shojmë ato vallet aty me atë sfondin e kalas, ato gjethet e pemëve, një kombinim i mrekullueshëm, i kësaj skenografie historike. Kalas, ke natyrë të bukur. Ke natyrë të bukur. Si lindi ideja? Pse vendose ti të organizosh diçka të tillë? Që në fillim të herës. Është gjithmonë pasioni. Çdo punë, nga puna më e vogël, po se bëre me pasion nuk të ecën. Më thonë se kam shumë gjatë gjithë rrugës, shumë pengesa, jo vetëm unë, po gjithë gratë artizane. Pengesa, apo le themi vështirësi në sensin që pengesa, sa ecën, sa shpërbleta i mundi pastaj puna. Të njerëzve, dhe me thonë, ku shkon, si shkon, dhe me thonë se këto projektet, dune edhe të lëvizësh, kam bëj trajnime, shkoj takime, njife me gjithë artizanet e gjithë Shqipërisë, nga jugu deri në veri. Her pas here bëjmë takime, bëjmë biseda, rregullojmë dimoj njëra tjetrën. Pra do me thëmë pjesëmarrja këtu është gjithë përfshirëse. Pra nuk janë vetëm artizanet e Kryes edhe të zonave rreth rrotull apo të qarku të Durrësit, i bie. Por është gjithë Shqipëria. Gjithë Shqipëria, nuk ka ndasi. Gjithë Shqipëria. Kisha edhe artizane nga Rësheni të ftuara, me dëshirën e atyre, mund vim dhe erdhen dhe na i zbukurun vendin edhe... Fantastike. Kështu që ju jeni shumë e kënaqur nga ky edicioni si vjetëm i organizuar, ka shkuar me sukses. Pjesëmarrja si ishte e publikut? Shumë njerëz, shumë turista, gjithë vinin të më kërkonin ku jam unë, që të murojnë të më dhanë dorën që ke bën një gjë shumë të bukur. Kruja është plot me turist, besoj, si që ka qenë gjithmonë vazhdon të jetë. Plot me turist. Dhe me thonë, edhe atje në Malë kur kam qenë, Sari Saltik, turistat, ata 2-3 këpu që ishin, kanë erdhë, u veshën gjithë me robat kostumet. Edhe radhës tjetër që kisha fëmi e veshur kështu, më pak dhe me thonë se këtë rast. Gjithë turistat të bë foto, të veshke këta se janë pleta, pra një pelerin, një kështu. Këto janë veshje për shembull mund edhe të na bësh një përshkrim të këtyre veshjeve. Kjo nuk ka, më thonë, pse shqipoja, është e gjithë Shqipërisë, nuk kam dasi. Do me thonë, do që tjenin të punoj, që tjenin si kur duhet, do diçka më thjesht, do të marrësh i Shqipëri me vete, me një elek me shqipon, një kapele me shqipon, një kështu fustan, pelerin. Dhe ke mundësi të zgjedhësh nga të gjitha aty, qoftë kuqe me të zezë, qoftë bardhën me të zezë dhe ngjyra të ndryshme, kombinimet edhe me elementë të tjerë pastaj dekorativ. Ti veti artizane, në profesion. Po, artizane. Gjithë jetën ke punuar me realizimin e kostumeve popullore apo ke bërë ndonjë punë tjetër më herët dhe pastaj ke kaluar? Që fëmijë kemi punuar makinën Singer, me qarje, me qërkesme. Makinat e famshme Singer, të stërgjyshes time. Me pajat e gocave
të Krujës. Mbasi marrova gjimnazin, nuk ishim të drejtë studimi, si kur ka qenë në atë kohë, dhe kam punu në qyllym, në artistike. Në artistike, po. Po, mbas dite, ishte qëndisja. 2 motrat e funit, unë dhe motre tjetër, jemi martuar me lekt e qëndisjes. Me parat që keni përmbuar nga shitja e qëndisjeve. Nga puna që bëjshim, ne jemi martu 2 vajzat e funit. Kur thua jeni martuar, do me thënë keni hequr shpenzimet e dasmës, ajo? Pajës, ishte për ne në atë kohë, do me thënë e domosdoshme. Atëherë ishte gjitha investim për pajën, fillon të paja... Tjetër, divanet me kokë, ishin gjithë copat palosura dhe me emrin se kujtë vajzë janë. Që sot ato janë gjëra shumë të sofistikuara, sot nuk i ke, duhet ta porosisësh veçanërisht që të kesh diçka të personalizuar, ju atëherë i prodhonit, realizonit me shumicet e kështu pak nga pak ndërtoi paja. Me çfarë kishte paja e një vajze atëherë, me që jemi në këtë temë për ta kujtuar pak? Paja të seti çarçaf. U donte patjetër. Seti qentrave të dhomës gjumit, u donte te kuzhinat, te dhoma e pritjes ata. Jorgan duket? Po jorgan? Jorganët e ka, po ishte dikush tjetër që i qepte jorganët. Ju bonte buza e jorganit. Po tjetër qa qojnë në paj tjetër? Jastiqet, ishin jastiqet, qëndisur, 2 gjumit për qiftin, 2 tjerë që o dyshin rezervë që tishin për shpi, mbulesa tavoline, pastaj picetat për ëmbëlsirë. Gjitha. Do më thëmë, këto në përgjithsi qoshin, apo qoshin edhe objekte? Se këtë se mbaj mund, pjata, gjëra, jo, gjanë, jo. Ja, këto qëndisjet, dhe më thonë. Vetëm qëndisje, veshje? Apo jo? Veshje pa tjetër, kjo ka qenë diçka tjetër, nusja do qonë të dhurat, të familje burit, kunatit, verës, e këtyre kësho, që u blishin roba. Kurse paja ishte i detyrueshme që më ka pasan vera, për 5 vjet, jenu se nuk e nevoj të blesh gjose. Ke sjell me vete, ke sjell gati. Unë baj mend, i kam kujtime shumë të hershme fëminie, që shkonim, dhe kur do të martohej një vajzë, shkonin të gjithë, ftoheshin për të parë pajën. Edhe mbaj mend si tani që edhe kujtoj njërën, do më thëmë, pajën e dikujt që i kishte bërgati dhe ne ishim fëmijë, dhe shikonim me kuriozitet gjërat që kishte përgatitur, pra ato tregoshin si një ekspozit. Ti shkoje, tregoj gjithë puna që kishte bërë vajza ndër vite për ta plotësuar pajën e vetë. Pra të gjitha pundore, gjë e cila më pas ti ke për vetë pra pajën tënde sigurisht, dhe ky pasion le themi të drejtoi dhe... Pastaj, mbasi u mbyll artistikja, me ndryshimin e sistemeve. Me ndryshimin e sistemit, vazhdova me rroba qepsin, kështu kam punu tapiceri divanës 7-8 vjetë, pastaj kam punu në rroba qepsi. Në një rroba qepsi që bëshën punime për Itali, për Gjermani, dhe një tjetër me robe pune, edhe them të këto 2 rroba qepsit kam vjedh zanat. Se kur punon të mami im, nuk ju afrosha se ato gjithë shoqet e vetat lagjes do vishin sillshin gjërat vjetra. Mu nuk më pëlqente, e dushim tren që ta punojshë për këto riparimet e vjetra. Kurse sot i bëj me knajsi edhe këtë vjetrën që ta riparojmë ose t'i bëjmë i diçka të bukur me kështu që jetë e ripërdorshme. Por ti sot ama je fokusuar tek punimet artizane, apo jo? Do me thonë ti realizon kostume popullore. Sa janë të interesuar njerëzit për të blerë kostume popullore? Flas përveç turistëve, se turistët e besoj që mund të kenë kuriozitet dhe mund të blenë kujtime, suvenire, pregtej, kostume, detaje, pra për të pasur një gjë nga Shqipëria. Shqiptarët vetë, blenë kostume popullore? Po, edhe shqiptarët. Janë qej periudhë, masi 100 vjetorit të pavarësis, pa të ra interesi. Fillimisht, unë e kam fillu edhe me flamuj qëndis. Kam pasur shumë flamuj, deri në 100 vjetorin e pavarësis. Mas kësaj pauzen nga 100 vjetori, tash i ka fillu Prezi tjetër, se i blen një herë ato, se ato nuk janë veshje që blien çdo vit. Ti e blen një veshje tradicionale dhe e ke aty. Po ndërkohë janë rritur ato, se 100 vjetori ishte në 2012. Kanë fillu tashi që të kërkohet më shumë nga shqiptarët. I kërkojnë ai brez, i kërkojnë prezi tjetër tani që tashi që, dhe me thonë. Edhe ndje më e plotësuar me këto, që janë më të leta, kushe do tamam të ditë, për shumë aty kam një jelek burrash imitimi së vjetrës, që edhe kushton edhe do punë më shumë, edhe është më i rëndë, me thonë,
e marrin më pak, kurse këto që janë më të lehta e marrin, janë më praktike. Këto janë kostume të cilat janë edhe të përshtatura nga ju me simbolikat e kostumeve tona tradicionale. Po kostume të mirëfillta, identike le themi me ato të dikurshmet, realizoni sot? Po edhe realizohen. Se duhet jenë të vështira ato, besoj, duan kohë. Të vështira janë, duan kohën e vetë, po janë pak që mund të interesohen për atë pjesë. Duhet jenë edhe të kushtueshme, mendoj unë, po, patjetër, është edhe koha, edhe materialet. Po, patjetër. Vazhdojnë që ndisen ato me fije ari, apo jo, sot nuk realizohet? Po, që ndisen, ne tash kemi futur edhe teknologjinë, që e punojmë, do me thonë punojnë me çdo detaje, kam çunin që merret, që i punon në kompjuter, këto edhe i punojmë në makinën e qendrisjes. Mirë, unë dua të sjell sërish për të shkuar tek festa, tek Kruja Kult. Më pëlqen shumë emri që keni gjetur. E kujt ishte ideja e emrit? Unë kam një shoqes puni, them se ajo është sa kam çunin tim, një pranvera Rapushi. Jemi takuar bashkë në trajnimet të dhome zëjtarisë, edhe ju kam qep asaj. Edhe ajo ta ka dhënë idenë e emrit? Ajo, me atë çdo gjë, do me thonë i bukur, është emri i gjetur se me këtë. Vjen në sy, kur e pash në fillim më bëri përshtypje. Mirë, kanë qenë Pleqt e Krujës, të ftuarit special, që si mund të mungonin Pleqt e Krujës në një aktivitet të kësaj natyre. I sjellim disa plane mbulim të tyre. Pleqt e Krujës është një histori tjetër e Krujës, një tjetër moment përfaqësimi dinjitoz i Krujës ndër vite, kanë qenë gjithmonë tepër simpatik. Ne i mbajmë mend gjeneratat, se është një grup i cili rigjenerohet vazhdimisht, një gjenerat ja lë radhën gjeneratës tjetër. Dhe unë i mbaj mend gjithashtu kur kam qenë fëmijë, që në grup më simpatik popullor nuk ishte, dhe besoj këtu jemi të gjitha dakord, kanë qenë ca zotrin të moshuar aty që kur këndoni, si kur kërceni në barë, ka qenë shumë të lezet. Nuk e di si, kam përshtypjen që koha ka bërë të vetën edhe nuk jetojnë sigurisht të gjithë, por që janë të rinj që kanë ardhur. Ka të rinj që kanë. Po vazhdon të jetë simpatikë, sërisht ai grupi Pleqt e Krujës, me originalitetin e vetë dhe me mënyrës se si interpretojnë ata, me këngët e krutane, që vinë sidomos nga ajo zonë, e kanë zbukuruar. Le ti dëgjojmë pak. Ishët koca me të kuqero pavan, kur tjere pjeshta do të marre nose, o pavan, o rivoj koce, rivos e qaje, o pavan, e unë brejte. Ta ishin atmosfera e Pleqtëve të Krujës. Do të vazhdoj kjo traditë vitin e ardhshëm, apo? Patjetër që po, patjetër që po. Unë uroj shumë suksese, uroj që të keni edhe më shumë pjesëmarrje në vitet në vijim, edhe pse deri tani jeni shumë të kënaqur dhe gjithçka ka vajtur ashtu siç duhet, po është në vitet e veta të para, kështu që uroj që të keni gjithmonë mbështetje, siç e pas keni pasur këtë vit, një mbështetje e rëndësishme apo jo? Kam mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, domethënë nuk mund t'i kapim gjithë këto. Dhe një ide kemi që këto kostume popullore fëmijët i marrin me qera dhe janë nga 2-3 fëmijë në familje. Sa bukur këto vajzat këtu. Ky ishte një moment që pëlqeu veçanërisht. Kjo është veshja e Rrugovës. Sa të bukura duken, fantastike. Edhe ato shamijat janë të qëndisura në... Të gjitha me dorë, gjithçka me dorë, gjithçka origjinale. Të falenderoj shumë që ishe këtu tek ne sot. Faleminderit për këto emocione kaq të bukura dhe për këtë bukuri që sollove të kostumet në studion tonë. Të uroj suksese shumë. Shumë faleminderit. Edhe suksese edhe kësaj tradite të bukur që ke nisur me Kruja Kult. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit. Kemi publicitet, kemi pas pak. Dhe do të ndalemi në këto pjesë të dytë tek muzika, do të sjellim një videoklip, një këngë në fakt, e cila është kënga më e fundit e Klajdi Musabelliut, këngëtari dhe artisti që ju të gjithë e njihni mirë, e keni duar trokitur në fillimet e veta, herët fare, kur ai ishte pa shumë eksperiencë, por u shfaq në ekran dhe fitoi zemrat e shumë fansave. Ai vazhdon bën këngët e tij ndërkohë dhe pikërisht në muajin maj ai ka përgatitur ose ka publikuar për të gjithë fanët e vet këngën Mëkatare. Ne do ta ndjekim pas pak, por fillimisht le ta presim në studio Klajdi Musabelliu.
Klajdi, mirë se erdhe. Falenderoj që je këtu. Kënaqësi kam në studio, të ftoj të ulesh. Klajdi, kënga jote më e fundit, më katare. Cili është subjekti kësaj kënge? Po sigurisht një femër, e cila ma ka dredhur pak, le themi kështu. Ky është më gati, pra, tradhtia në farë mënyre. Tradhtia, po. Tradhtia, po. E thënë me fjalë të tjera. Dhe me sa duket, nuk mban më, ti ke dedikuar një këngë, është një këngë që kush e ka shkruar, më thuaj pak fabula, ka lidhje me një histori personale apo jo? Është e frymzuar nga një histori e vërtet? Teksti dhe muzika janë bërë nga Genti Miftaraj, të cilin e përshëndes. Kështu do të kishim pyetur Gentin. Do të kishim pyetur pak Gentin. Videoklipi është bërë nga Nilor Production, nga Olca Bazi, të cilin më lërën ta përshëndes gjithashtu. Në fakt, kjo është një fabull që ndodh, kjo është një gjë që ndodh në jetën e përditshme. Ynte ato temat universale që themi ne. Ynte ato temat që diskutohen jo vetëm në kafene, po që ndodhin. Herë djali vajzës, herë vajzja djalit. Mua më ka ndodhur, të jemi sinqert, nuk e di Gentit, nuk e kam ngacmuar të jetë Gentin, që ti theme ke personale këtë këngë apo jo. Por unë duke qenë se e kam personale, e kam interpretuar dhe kënduar me shumë pasion, se nuk mund të themi me shumë dashuri, se dashuria mbaroi momentin që... E ke kuptuar, e ke ndjer atë njeriun që thret më katare, apo jo? Po kryesisht në çdo këngë Urdina që unë kam bërë, që kam bërë dhe vetë, që kam shkruar dhe vetë, apo dhe që kam kënduar nga kompozitorë të tjerë, kemi trajtuar tema të cilat unë kryesisht i kam personale, kam përjetuar për gjërat vërteta. Qëlloi që dhe kënga e Gentit është një këngë e cila mua më ka ndodhur, e gjeta veten. Ka shumë historia personale, kohë që ka ndodhur? Krahasim me këngën? Ka pak, por megjithatë sigurisht ne nuk e kemi trajtuar në formën, si thua, më fatale të mundshme, i kemi dhënë tjetër qasje. Si u ndjeve ti pas e këndove këtë këngë? U ndjeve më i çliruar, u ndjeve më i ngarkuar, si e përjetove? Ti jemi sinqert, siç jam unë kryesisht, edhe vajza të cilën kemi zgjedhur si imazh të videoklipit, gjeti veten duke xhiruar videoklipin, po diskutonim, të ka ndodhur, s'ka ndodhur, më ka ndodhur dhe mua. Qarë këngë e pas ka qenë kjo? Shumë të pak ata që të cilëve su ka ndodhur, kështu që prandaj tha shynte temat universale. Nuk është e thjesht flasësh për gjëra që të ndodhin jetë, qoftë këto gjëra të thëna apo të kënduara. Unë gjatë gjithë karrierës time, se u bërë rreth 23 vjet që këndoj dhe jo vetëm, siç thash pak më parë që mos bëhem përsëritës, shkruaj, këndoj gjithmonë histori të vërteta. Të siguroj që nuk e kam fare thjesht kur dalë në emisione, programe, flasë për veten, dhe për më tepër kur këndoj për veten. Unë e bëj gjithmonë këtë gjë, e bëj sepse ky jam, kështu më pëlqen, jem transparent, flasë për gjërat vërteta, pavarësisht se sa ato pëlqen nga publiku apo jo, unë do të vazhdoj ta bëj derisa të kem frymë. Bukur, dhe bën shumë mirë, sepse publiku të do dhe ti ke te fanët e tu që në djegi vazhdimisht. Unë dua që ta ftoj publikun për ta ndjekur këngën më katare, të kënduar nga Klajdi Musabelliu dhe të realizuar nga Genti Miftaraj, apo jo? Muzika edhe teksti gjithashtu është të mban firmën e tij. Kështu që le të ndjekim videoklipin më katare. Faleminderit. A e din sa keq u ndjeva kur të pash me tjetër njeri. A e din se shpirtin tim ti e vrave për gjithnjë. Mos mendo se jetën time do e le në dorën tënde. Mos mendo se dashnin time do e kesh ti pa fundzisht. Më katare emrin ke, se për mua ma nuk je. Më katare ti do mbetesh, pa dashni ti do tretesh.
time do e la në dorën tënde. Mos mendo se dashnin time do e kesh ti pafundësisht. Më katare e mringe se për mua më nuk je. Më katare ti do mbetesh pa dashni ti do tretesh. Më katare e mringe se për mua më nuk je. Më katare ti do mbetesh pa dashni ti do tretesh. Më katare e mringe. Kjo ishte kënga e bukur, Klajdi, përgëzime. Faleminderit. Kishte një ritëm të butë, të ëmbël, edhe videoklipi gjithashtu shkonte shumë për shtatë. Komplimentat e për videoklipin. I thjesht edhe ai pastër, po i qartë. Kam fatin të kem një mik shumë luksoz, i cili është Olca Bazi. Olcia Bazi e ka bërë, Dhe një bravo. lor film. Them kam fatin sepse është një ndër më të mirë në realizimin e jo vetëm videoklipe muzikore, por spoteve publicitare dhe sigurisht dhe filmave me metrazh të gjatë. Ishte bërë një punë shumë e mirë, kështu që ja, ti e fitove një këngë të bukur. Duke bashkëpunuar me njerëz profesionist, apo jo? Për një këngë e bukur. Mirë, bravo dhe të uroj sukses, e besoj që kënga ka vajtur mirë deri tani, do shkoj gjatë verës. Ndërkohë, duat ndaloj tek një tjetër këngë jotja në janar. Ti ke publikuar një këngë, e ke bërë vetë? Kënga Ajo e titulluar dhe e ke bërë me AI, kështu ke thënë? AI. Atëherë, kjo këngë është realizuar nga Bernard Hulme, është një DJ që jeton në Britani, në Britanin e Bashkuar. Nuk e di nëse mund ta them, është një ish banori reality show ku unë kam marrë pjesë në një tjetër televizion. Po, patjetër. Okej. Realizimi është me AI, së bashku me Driron Hoxhën, një tjetër mik. Menduam të sillim diçka ndryshe, më kontemporane. Pra çfarë keni bërë këtu me AI juve, me AI, pra me inteligjencë artificiale? Ti këtu je real apo jo? Ti je këtu për vërteti. Përveç fytyrës sime dhe të vajzës, gjithçka tjetër është AI. Do me thënë, janë marrë vetëm dy fotografitë mia dhe të vajzës. Po? Pra, vetëm ne dy jemi të vërtet, dhe zëri im sigurisht dhe muzika. Gjithçka tjetër që ju shikoni, është AI, është krijuar me inteligjencën artificiale. Pra çdo sfond, çdo background, çdo atmosferë, situatë, gjithçka. Këtu gjithçka? Gjithçka. Nëse e vini re për shembull, është dy ekspresione ka portreti. Po, është e vërtet. Përsa këtu është bërë lëvizja sigurisht gjithmonë nëpërmjet kompjuterit, pra inteligjencës artificiale. Pra ti vetëm fotografi këtu, asnjë lloj xhirimi tjetër, vetëm fotografi ti ke çuar. Kemi ndetur me drilonin 3 mbrëmje rreth nga 3-4 orë, domethënë, si i thon, maksimumi 12 orë kemi ndetur për ta realizuar këtë videoklip. E bëmenkas, do të bëj një eksperiment, duke qenë se është në trend tashmë AI. Unë mendova të realizoj një videoklip muzikor, i cili është ky. Po është e jashtëzakonshme kur mendon se çfarë bëhet, ë? Edhe si po vinë korat, si do ndryshojnë korat pak nga pak, se do vinë duke u perfeksionuar, duke u bërë edhe më reale, absolutisht, do jetë vështirë shumë ta dallosh më vonë se sa diçka që është e bërë me inteligjencë artificiale ose diçka që është e vërtetë. Kjo ka të mirat dhe të këqijat e saj, domethënë të mirat le të themi, nëse unë e kam të pamundur fizikisht. Kjo vajza ekziston, kjo vajza? Është e vërtet, po jeton në Prishtinë. E përshëndes Genta Osmani. Fotografinë. Po? Fotografinë, po. Pra, ka të mirat dhe ka të këqijat e saj. Ka të mirat sepse domethënë nuk të harxhon shumë kohë, lëvizje, para, ti realizon gjithçka nëpërmjet atij kompjuterit. Po ka të këqijat e veta sepse tashmë është një trend i frikshëm për ne këngëtarët, është që të gjitha lokalet apo lonxhet plejojnë muzika me AI, ndërkohë që ne dim akoma të këndojmë, kemi zë, këndojmë live, playback, domethënë ka të mirën dhe të keqen e vet kjo AI. Domethënë në një krah mua më dha shumë ndihmë sepse realizuam për 3 mbrëmje këtë videoklip, po në krahun tjetër, nëse e ke vënë re, nuk e di sa del rudina në lokale apo klabe të Tiranës, plejojnë vetëm muzika AI, nuk plejohet më Klajdi, Albani, tjetri, domethënë. Është bërë e çuditshme kjo gjëja që nuk plejojnë më këngët tona, po varianti AI. Kjo është pak. Nuk di të them se askur se parashikoj. Jemi në një moment ku si asnjëherë tjetër e ardhmja është shumë e vështirë për të parashikuar. Domethënë nuk e dim sepse përparon me ritme të frikshme dhe ndërkohë gjithçka mund të jetë e mundur. Ajo që sot
s'imagjinohet fare, në një të ardhme mund të jetë totalisht diçka e zakonshme. Kështu që jetojmë në një kohë ku teknologjia po bën magjira. I presim gjitha. Është jashtë, kështu që nuk di ç'të të them edhe si të ngushëlloj në këtë rast, po bëu i fortë. Me palestër. Mbau, Klajt, bëj palestër, tamam. Por që unë besoj që originaliteti asnjëherë nuk do humbë, domethënë se është dhe me trende edhe kjo, domethënë kam përshtypjen që do dëgjohet dhe pastaj njerëzit do kuptojnë se çfarë mungon, dhe do kthehen pikërisht tek individi, tek personi, tek historia e vërtet, tek njeriu i cili sjell edhe veten e tij nëpërmjet këngës, një histori personale, një ndjesi, kështu që kam përshtypjen që edhe kjo është e përkohshme. Do rikthehet, do kërkohet e vërteta, do kërkohet diçka që ekziston. Ja ta lidhe me këngën e fundit që unë kam nxjerr, pra pikërisht me mëngataren, ajo është një 80s, pra një zhanër i rikthyer së fundmi në Amerikë, i cili sigurisht po depërton dhe në Europë. Së bashku me Gentin menduam që ta trajtojnë me këtë format këngë, sepse ka mënyra pafund për të trajtuar një këngë, për ta prezantuar, për ta orkestruar. Pra të jemi edhe pak me këmbë në tokë, bëjmë pak muzikë të vërtet, bëjmë pak muzikë jo zhurmuese, jo ku di unë. Domethënë, unë jam përpjekur gjithmonë që në këngët e mia dhe sigurisht dhe tek e fundit, të bëj këtë lloj muzike, mos i lodh dëgjuesit, mos i lodh shikuesit, pra si nëpërmjet këngës ashtu edhe videos. Nuk e di, shpresoj që edhe në Shqipëri të rikthehet kjo gjëja, sepse edhe këtu nuk merret vesh ndonjëherë çfarë bëhet. Zhurma, uiu, domethënë edhe vetë unë ndonjëherë ndaloj mendoj të more çfarë të bëj. Çfarë të bëj? Unë sigurisht sado që mendoj, prap bëj atë që më do zemra, se e bëj me gjithë shpirt këtë punë, nuk është se e bëj për para. Shiko, ti AI-n shfrytëzoje, po ti je ti dhe ato përdore si një mjet. Është një mikrob, është një virus. Për të ndihmuar, po. Është një virus shumë i keq. Unë e kam hequr edhe nga telefoni, e përdora 3 ditë, edhe ChatGPT-n dhe AI-n, dhe kuptova që u izolova, nuk takoja me as shok, as shoqe. Nuk të ndihmon kjo, po nuk të ndihmon kjo gjëja, se duhet të ecësh në një hap me kohën, qofse doj që ti jesh gjithmonë. Po, por duke njohur veten, duke parë si reagojnë ka këtyre fenomeneve, thash më mirë ta zhduk nga telefoni ChatGPT-n, AI-n gjitha, sepse pash që krijoja një varësi të tmerrshme. Nuk kam dalë 3 ditë nga shtëpia, mu bë vërtet mik ChatGPT-ja, duke biseduar me këtë kompjuterin me, nuk e di me kë po flisja. Unë besoj që në këtë rast ndihmon të shkëputurit her pas here, se patjetër që njeriu ka nevojë, jo ti po të gjithë ne. Nuk kam nevojë për raporte direkte. E mira do ishte ta refuzonim të gjithë dhe të riktheheshim si njëri një kohë, po kam përshtypjen është totalisht e pamundur edhe. Jo, unë kam si apel, po unë si natyrë dua të takohem me Rodinën, të flas me Rodinën, të zje me Rodinën, të marr një mendim nga Rodina, sepse unë nëse krijoj varësi, siç krijova nga ChatGPT, nga AI, ta bëj këngën kështu, fol për këtë, fol për atë, pastaj në fund ditës ti je vetëm, je i rrethuar nga askush, ke një zbrasti të madhe dhe ke një program i cili të çan halle, të tregon çfarë duhet bësh, si duhet ta bësh. Po nuk më ngop kjo, s'më jep kjo emocion fare. Dhe prandaj mendova, jo, nuk e dua. Edhe ato audit të bën mirë? Më bën mirë, më bën të kuptoj që mos e përdor këtë gjë sepse krijon varësi. Përdore me masë dhe apo ky është problemi. Do përpiqem, po nuk besoj. Ky është problemi. Nuk kam një rrugë të mesme. Të përcaktosh masën. Gjithsesi, teknologjia është shumë mirë që është sepse patjetër të ndihmon, të jep ca mjete në duar që ti të realizosh gjëra që më herët ndoshta se kishe të mundur ti bëje realitet, por patjetër duhet gjithmonë ajo masa dhe të kuptojmë se nga po shkojmë. Për të ruajtur atë që është më rëndësishme, unë besoj gjën origjinale dhe shpirtin, se besoj që atë se kopjon dot dhe se riprodhon dot. Akoma s'ka filluar. Ju shpresojmë që jo, dhe unë besoj që s'do ja dal dot, se është diçka që vështirë të duplikohet shpirti i dikujt, si thua. Inshallah, nuk e di. Besoj që do të jetë kështu, besoj gjërat thelbësore të vërteta do të jenë të paraflikueshme. Mirë, Klajt, cilat janë planet e tua ndërkohë të tjerat tani gjatë verës? Gjatë verës do t'jap kohën e saj këngës që sapo kam nxjerr, që prezantova edhe në Mëkatare, po. Jam duke menduar për një tjetër realizimin e një tjetër kënge, nuk e di bashkëpunim apo jo. Sigurisht me Klanin nuk i kam ndërpryer kur marrëdhëniet, duke marrë pjesë jo vetëm në programet tuaja, por dhe në ato maratona që bëjnë Pandi, Bledi me Adin, këngët e shekullit, gjithashtu. Nuk e di, do më thënë, jam duke folur dhe me të shunat për të qenë sërish pjesë e maratonës, a e këngëve të shekullit. Verën mendoj të kaloj në këtë mënyrë, pra në për skena, në aktivitete, vetëm në për skena, sepse është një gjë që më pëlqen shumë. Bukur. Dhe që i kam munguar pa dashur, duke jetuar dhe jashtë për shumë kohë, dhe po kompensoj, por i marr atë kohën e munguar
Shumë mirë. Unë të uroj shumë suksese Shumë në faleminderit. këngën mëkatare dhe vazhdo të bësh muzikë të mirë edhe të kuruar me kujdes, se unë besoj që profesionistët dhe ata që e njohin mirë muzikën janë gjithmonë shumë të kujdesshëm dhe nuk rrëshkasin kollaj, kur bëhet fjala për zgjedhur muzikën e dur dhe atë që i përshtatet. Të uroj një verë të bukur, plot me aktivitete dhe të presim me këngën tënde të re. Ishte hera e parë që erdhe dhe do të vi. Faleminderit që ishe këtu me mua, Klajt. Të pres sërish, faleminderit. Kemi publicitet, kemi pas pak. Jemi kthyer dhe në këtë pjesë të tretë do të flasim për lulet, po jo për gjitha lulet në përgjithësi, se është e pamundur. Do të ndalojmë tek një lule shumë e veçantë, që është po aq shumë e bukur, që janë luleborët, të cilat na pëlqejnë të gjithëve, i shohim në ngjyra të ndryshme, por sa janë të bukura, sa duket që janë rezistente, ku i shohim të harlisura, ku tjetër në një vend tjetër ato me zirriten. Pra, kanë specifikat e veta dhe ne do të mësojmë sot shumë më tepër pikërisht për luleborët. Ja kemi dedikuar këtë pjesë të programit luleborëve dhe ndërkohë edhe do të kemi një bisedë bukur edhe me të ftuarat tona, të cilat me siguri do të kenë edhe momente personale për të na rrëfyer, kështu që le ta nisim me të parën që vjen, ajo është specialiste e luleve në Art Flowers, Elvira Prençe, presim në studio. Elvira! Oh, sa bukur, mirë se erdhe. Luleborët roz që shkojnë edhe me veshin roz. Dhe të falenderoj shumë, ja du t'i vendosim aty të na zbukurojnë studion ton, se neve na pëlqejnë lulet në këtë studio. Përveç se i kemi në vazo, i bëm edhe një kompozim në shport, që ti kemi të gjitha variantet. Në ato sfungjeret e lagura, sa sa qëndrojnë për shumë luleborët kështu në këtë formë? Po rrim 10 ditë, në qoftë se ne do t'i lagim sfungjerin, sepse normalisht ai sfungjeri thahet, pak nga temperatura, pak nga që thithinuin lulet, kështu që njërë në 2 ditë do pak ujë aty në qendër edhe pastaj ato jetojnë më gjatë. Super. Përsëri varet edhe nga temperaturat. Të falenderoj që ke ardhur këtu, unë do ta vendos, të ftoj të ulesh ndërkohë Elvira, dua ta vendos të luleborën këtu, ta kemi, ta plotësojmë edhe më shumë dekorin ton, kur flasim për luleborët, dhe ndërkohë do të vazhdojmë të ftuarën tjetër, ajo është aktoria e mirë njohur, Florinda Mazreku, e presim në studio. Florinda! Wow, Florinda, edhe ti me një lulebor të bukur, edhe ti që ke bërë si lulebor dhe vetë sot, me lule, gjithande. Si pramvera, si loli pramverës. Mirë se erdhe. Përnaj si që të kam këtu, shko ka shumë e fustanin ty ajo lule, se që ka si qyre e fustanit. Kur vi këtu, vi me një dëshirë aq të madhe, falenderoj. sa i mendoj të gjitha gjërat. Falemderit. Aq më shumë, o grata, këndojmë atë këngën, eja, eja, lulebor, se me ty do thurkuror, eja, eja, lulebor, se me ty do thurkuror. Unë ta përshtyre që kjo është kënga e Simon Gjonit, po kjo është kënga që kur i thua një shqiptari më këndoj një këngë shqip, kënga e parë që të vjen është kënga lulebor. Dhe ne kur shkonim jashtë në për festivale dhe na thonin, do me thonë grupi jonë do këndonte një këngë, ne gjithmonë këndonim lulebor. Ajo se munden ta këndojnë të gjithë dhe shumë e bukur. Falenderoj që je me mua, të ftoj të ulesh. Falenderit. Sa të bukura janë luleborët, cila kanë zbukuruar studion sot. Atëherë, zgjodhëm Elvira sot të flisnim për luleborët, nuk e di, Florinda, ti ke në shtëpi lulebor? Lulebor në shtëpi? Në balkon, ban? Jo. Jo, apo ke kopësht? Kopë është. Jo, s'kam as kopë. Ka një balkon, pa të balkonin, kur ishte... se edhe s'dua ta them, kur ishte ajo gjoja e keqe, unë dilsha me lule, me kuta. Pandemi se ke fjallë. Pandemi, se s'dua dhe asta për mënë, se më s'pe fritura. Dhe kjo ishte, do me thënë, gjinja ca lule aty artificiale, këto këshu një buqet të madhe. Gjinja artificiale? Po, në balkon, kam këshu lule artificiale që mos të bëhen. Okej. Po, lule të thata më sakt, ja. Okej. Ja. Po, se na i ke sjellë dhe sa lule të thata këtu, që nuk ja lulebor, po ka një histori, pse i ke sjellë ti ato, të nga të regosh pas pak. Ka një histori, të nga të regosh pas pak. Kam sjellë. Po, lulet janë një mrekulli. O zot, jam e dashuruar. E kam lënë atë dashurin e parë, kam të dashurin e luleve të rjetën. Lulet, në fakt, janë një mrekulli të zbukurojnë jetën, të zbukurojnë ditën, të ndryshojnë humorin, dhe nga nga tjetër, unë besoj që tani është pikërisht periudha kur t'i ishe të
mbushura. Balkonet, kopshtet, baçet, e kujdo, kush ka dhe kam bjell lule aty, sepse kanë shpërthyer, shohim rrugët gjithashtu, kur del në periferitë të Tiranës, po edhe në qendër, aty zonat ku ka të mbjella lule, po kështu kur udhton nëpër Shqipëri, lulet kanë harlisur, kanë rënë dhe shira këtë pranverë dhe ka qenë një periudhë fantastike për t'i vaditur ato dhe për t'u rritur të bukura. Apo jo, Elvira? Po, është periudha më e bukur. Qelin gjitha dhe luleboret, që qelin gjithë njerëzit që i ka në përbache, qoftë në kopës, qoftë edhe në vazë që i kemi në përbalkone, tani është fiksa e periudha që kanë qelur. Se më përpara, se ne fillojmë që më herët, do më thënë në dyqane që sjellim lulin e borës, që normalisht vinë nga serat, edhe kam shumë kliente që thonë, ua, po se ka qelur ka i shpejt, po mos më ka qelur, sepse temperaturat nuk ishin akoma të përshtatshme që të qelej luleborës, ndërsa neve... se për shumë unë kam shumë problem me një dy lulebor, po kam për shumë që është pozicioni aty. Shohë në vëndet të tjera që luleborët kanë marrë faqen e murit, pra janë të mrekullueshme. Unë kam edhe klientë, kam edhe në lagje që i shikoj që janë luleborët që kanë arritur gati 2 metra, se luleborës arrin nga 1 deri në 2 metra lartësi, nëse është gjithmonë në tokë, flasim, në bache. Sepse në vazo normalisht nuk arrin këtë lartësi dhe nuk ka këtë zhvillim kaq të madh, sepse vazo, po vazo e kufizon, normalisht që nuk e lejon që të hapet sistemi rrënjor dhe të ketë atë mundësi që të ushqehet dhe të bëhet më shëndetshme dhe më e madhe. Normalisht në vazo gjithmonë i kemi pak më të kufizuara. Okej, zgjedhim për luleborë gjithmonë vazo të mëdha, sepse... Duhet ketë në një lloj lulebore që është enkas se posaçme për vazot, besoj. Ka dhe lulebore që janë pak më të vogla, që nuk rriten kaq në lartësi që mund t'i përdorësh në vazo, por pothuajse të gjitha mund të rrinë në vazo, veçse thash duhet të marrin vazo të mëdha që të kenë mundësi që të rriten edhe të zhvillohen. Pastaj për sa i përket çeljes duhet të dimë dhe të kujdesemi mirë për pozicionin ku do ta vendosim lulen e borës. Sepse jo çdo pozicion është i përshtatshëm për lulen e borës. Lulja e borës për shembull është një bimë që do shumë diellin e mëngjesit edhe atë të mbasdites. Asnjëherë atë diellin e fortë dhe ato rrezet e forta për vëluse të verës në drek. Sepse do gjysmë hije, domethënë gjysmë diell, gjysmë hije. Sepse po t'i lëm në diellin e fortë të verës, në korrik, gushtje, dielli për volus, ato varin kokën, varin gjethet, varen lulet, edhe bëhen dhe me njolla kafe tek gjethet i djeg ai dielli shumë i fortë. Tash kjo vlen për të gjitha luleborët njësoj, sepse unë kam lexuar pikur që thoshte varet nga lloji luleborës, pra se cili lloj ka specifikat e veta. Dikush kërkon më shumë diell, një lloj tjetër lulebore kërkon më shumë. Jo, pak a shumë janë të gjitha. Dhe duhet të dish se çfarë lloj lulebore rritet në zonën tënde. Po, normalisht. Pra jo çdo lloj lulebore mund zhvillohet aty ku banon. Normalisht se ka shumë varietete lulebores, qoftë që rriten në lartësi ose nga madhësia e lules, shohim disa lulebore që e kanë atë topin e lules tamam si top bore të madhe, shohim disa që e kanë më të vogla dhe kanë më shumë, ka varietete të ndryshme. Normalisht që ekziston dhe ajo që duhet të pyesim përpara se ta marrim dhe ashtu si çdo lloj lule tjetër, që ne duhet të pyesim për varietetin që është dhe çka kushtesh kërkon. Çfarë kushtesh kërkon lulja e borës? Dhe tani kanë dalë dhe metoda të tjera që të rritet. Po thua ti origjinale? Origjinale si njëherë një kohë në Baçë që shkonim aty te lagja. Po ku ti gjejmë ato në Baçën, ato që gjejmë në dyqan tani se tani janë të kultivuara, nuk e di se si, domethënë. Origjinale janë edhe këto, origjinale janë. Janë origjinale dhe ato? Origjinale janë të mbjella me dhe, janë të kultivuara normalisht. Jo këto të tuat po, se duken këto që janë. Lorinda e ka për ato trëndafilat pa erë, jam e sigur. I kanë il merak, atyre i thot original dhe jo. Ato janë bërë shartime, trëndafilat janë pa arom, janë bërë. Të sajuara se sajoj dhe ngjyra, që kësa e bukur që është kjo, zotë. Jo, përsa i përket ngjyrave nuk është pjesa e shartimit, ajo luleborës blu për shembull, që shumë njerëz nuk e din, varet nga aciditeti i tokës. Do me thënë, në qoftë se toka që ne do ta mbjellim atë është me aciditet të lartë, një lulebore roz, në qoftë se mbjellim në një tokë të tillë do të kthehet në blu. Ndërsa në qoftë se ka aciditet më të ullët ose pH alkalin, neutral flasim, do të ketë ngjyrën e vet, ngjyrë roz ose të bardhë. E vetmja që nuk ndryshon ngjyrë dhe që është kokforte nga luleborët është vetëm e bardha, e cila i mungon pigmenti për të ndryshuar ngjyrën dhe kudo që ta mbjellim, qoftë në tokat acide, qoftë në ato toka që janë më pak acide, nuk e ndryshon ngjyrën, por i prapë e bardhë. Ndërsa roza ndryshon. Lulebora jote preferuar, në cilën ngjyrë? Ngjyrat, domethënë, mund të gjitha ngjyrat më pëlqejnë. Dhe prandaj kam ardhur sot me gjithë ngjyrat, se ngjyrat të bëjnë që të qeshi fytyra, edhe lulet janë si fëmijët e vegjël, që kur
Kur dielli kam emocion. Është i përkëdhel, jep dashuri. Po, është një dashuri, është tamam si fëmija e ujit, ato lullizojnë, kurse nuk e ujit, ato varin kokën e tyre. To duke si ku të kërkojnë ndim. Dhe unë prandaj jam shumë e kujdesshme në shtëpi, kam bajt një 2-3 lule, po ai vendi që kam unë në balkon, prandaj të tash kam marrë një tuftë madhe, do me thënë një lule natyrale, se nuk më rriten lulet dhe ato kur fillojnë dhe thajnë, unë po të them, unë e vuaj, a thua se, do me thonë është një gjë që nuk i kam shërbyer një njeriut, një fëmije, dhe prandaj jam shumë e kujdesshme. Po unë kam të vila e Gjeni që kemi në dërmi, dhe ku shkoj aty, ato kanë... Lulebor? Edhe lulebor, loj këshu, dhe Gjeni ujite, kam suar dhe kalamajte vetë, Borisin dhe Alisin e vogël, i kanë marrë një brik shu të vogël, dhe ujisin ato, dhe nuk e ke iden sa gjë mrekullueshme. Një fëmijë, ujit një fëmijë tjetër që të lulizoj. Ashtu edukohen mirë fëmijët. Cila është historia asaj tufe lulesh të thata që ke sjellë ti sot me vete? Unë jam shumë e lidhur me lulet. Për herë të parë kemi shkuar në një festival në Austri, në 89-ën. Edhe ishte përballja e parë që do shkonim dhe hapja e parë e jonë, që do shkonim në një turne botëror dhe do shifnim mrekullit aty që si kishim para asnjëherë. Të gjitha ato shoqet e mia aktore shkonin dhe shikonin çfarë të blinin në një robë, në një palë sandal, do me thënë gjëra që vishen. Kurse unë Rudina pash një dyqan lesh aty ku më doli përpara dhe unë që nuk lëvizja këmbë dhe ato më thonin, hajde se do ikim. Kurse unë i thonja atij shoferi që i jepte ato buzit ton, i thonja unë, të lutem, të marr ca lule dhe të çoj në Shqipëri dhe më thoshte, po çfarë lulesh do marrësh? Si mund t'i çosh? Ato do të thajnë ty, amam vetëm ti marr, thonja unë. Dhe unë lule dhe kur i marë, se ndikjo është një ndjesi, kur të sjedhin lule, kur të ashu është një ndjesi, është një ndjenje jashtëzakonshme. Dhe unë lule tani, ti që do më sjellësh lule mua, unë nuk i hedh lulet, i kam pikë të dobët, dhe shiko unë i marë... Kuta ka dhuruar atë buqet? Këtë buqet, për ditëlindjen, për 70 vjetorin, ma ka dhuruar... mbesa ime. Dhe ti e ruan ashtu. Dhe unë i ruaj e pasere, po pastaj fillojnë që do me thonë bëjnë visit, do me thonë që nuk... Po t'ja kishe hequrat letrën? Të letrën? Jo tani, po t'ja kishe hequr që në fillim, edhe do dukeshin më të bukur ashtu, të tharë dhe mund t'i vendosë edhe si dekor. Ka një vit, Rutina, ka një vit që janë lule dhe unë nuk i edhi, i kam në vazor, në tavolinë. Dhe plus dhe një gjë tjetër, unë edhe në shtëpi, kur isha martuar Rutina, dhe ishin disi, do me thonë si ngusht, kisha dhomën time, isha një nuse re. Afër kisha një institucion që mbilte shumë, Ministria Jashtme, kisha aty afër. Dhe unë me atë kopshtarin, me atë xhaxhi kopshtarin, sa shtu i thonja, unë shkoja gjithmonë dhe pusnja lule dhe i vendosja në dhomë. Mirë që i vendosja në dhomë dhe më duke rinja dhe shifnja, rotullohesha, këndonja në shtëpi. Dhe më e bukra, dhe gjithë këtë e bëja që kur të vim shoq, të shikoj lule dhe të knaqe. A i sa vite më thoshte, qa ke për të ngra? Kjo është normale, në fund fare. Po nuk i shikon, nuk shepti një ndryshim këtu më thoi, i thoja unë në dhomë, a i apis. Më shifte dhe kombat e koka. Shite nga kombat e koka. Edhe nuk e dalon të. E bukur. Edhe i thonja unë, po lullet, i thonja unë, shiko sa të bukur. Që ka shumë. Po, ke të drejt. Bukur, histori shumë e këndshme kjo dhe me shumë humor. Elvira, atëherë në përmbledhje, këshillat për luleborët, çfarë duhet kemi parasysh? Duhet ta vendosim në një pozicion që nuk ka shumë diell, duhet kemi kujdes me lagështirën, nuk do ujë të tepër, do ujë nga pak. Në verë që është temperatura shumë e lartë, mund ta ujisim çdo ditë, por ujitja duhet bëhet në mëngjes herët ose në darkë vonë dhe mund ta krasisim pasi ka mbaruar periudhën e lulëzimit në dimër para se të vi pranvera që të riceli përsëri dhe të sythat. Kur fillojnë çelin luleborët dhe deri kur e kanë kohën e tyre të lulëzimit? Luleborës që fillon çeli në prill, maj, varet nga pozicioni ku e kemi në shtëpi, që mos ta kapi era dhe është pozicion me diell për shembull, çel më herët. Ndërsa në pozicione që nuk kanë aq shumë drejtësim dhe nuk kanë aq shumë dritë, çel pak më vonë dhe e ke deri në shtator, tetor, varet në pozicionin që e ke. Është një lule fantastike, elegante, mrekullueshme. Mund ta quajmë lule rezistente?
Nëse i gjejmë pozicionin e duhur. Nëse i gjejmë pozicionin e duhur, jeton gjatë një lulebor? Në diell do ta vari kokën shpejt, por ashtu siç e var kokën, ashtu e rimerr përsëri. Domethënë po ti hedhim ujë, kur temperatura e ngrohtë bie, ajo e merr vetëm përsëri. Nëse i gjejmë pozicionin e vet. Është lule rezistuese dhe shumë vjeçare. Pra këtë jam shumë vjeçare. Sa jeton? 20 vjet, sa të duash mund të jetoj, në kushte të përshtatshme, po. Është dashka ngel luleborët, po duhet marrë informacion për para. Dhe çdo vit na surprizon duke ushtuar. Tina, unë këto ditë kam dalë nga liçeni se kam shpinë afër. Kur të them fillonja dhe këndonja aty në mes të pyllit, shinja atë gjelbrimin, dhe dikush më pa dhe më tha mua, kjo aktoria nuk qënë ka në rregull. Kurse unë do me thënë me të brëndshmën time, unë këndonja, si kur flisja me lulet, se dhe lulet në atë kohë nga era për këdhele dhe si kur dhe ato të përshëndesin dhe të flasin. Dhe kjo është një lumëturi dhe... Absolutisht. Anti-stres janë lulet. Dhe ke qenë aq në rregull sa se kete, ndoshta ai që s'ka qenë në rregull ka qenë ai zotëria. Po. Që se ka pas mendjen aty për qijuar lulet e bukura dhe gjithçka të ka rrethuar nga atë peizazh. Ju falenderoj shumë që ishit me mua sot. Falenderit shumë për këtë atmosferë kaq të bukur me lule që krijuam në studio, për këshillat e Elvirës, edhe si gjithmonë për emocionet e historitë e bukura të Florinda Mazrekut. Falenderit që ishit me mua sot. Ne do të jemi sërish nesër. Kalofshi mirë.